Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në takimin tonë të radhës në këtë short që do të hedhim sot për të përcaktuar pikërisht edhe debatet e fazës eliminatore, që do të vijojnë pastaj me debatet çeriffinale, gjysmëfinale dhe finale e madhe e vogël që do të zhvillohen pikërisht në datë 25 maj në Piramidë. Do të jemi në Piramidë për të zhvilluar finalen e edicionit të 9 të Ri Debate. 16 janë skuadrat që janë pjesë e këtij shorti dhe 8 do të jenë debatet e ditëve të para që do të ketë kampionati. Nga data 18 në datë 21 do të jemi pikërisht në American Corner për zhvilluar fazën eliminatore, çeriffinale dhe gjysmëfinale. Ndaj pa humbur kohë përmes grafikës në një sistem të automatizuar, do të zbulojmë tani se cilat do të jenë përballjet e para. Mirë, ja ku i kemi përmes grafikës në mënyrë automatike kemi zbuluar tashmë edhe se cilat do të jenë përballjet e fazës eliminatore, ndaj unë po i lexoj, ndërkohë që ju edhe mund t'i evidentoni përmes grafikës. Miti Zojzaka Divjak në një përballje me Asim Zeneli Gjirokastër, Aleksandër Mojsiu Kavaj me Harry Fulc Tiranë, Shkolla Teknike Ekonomike me Siri Shaplo Gjirokastër, Ismail Qemali Tiranë me 28 nëntorin Shkodër, Abbas Shehu Tepelen me Krisajt Sapo Berat, Konstantin Kristoforidi nga Elbasani do të përballet me Tiranën, me Shkollën Petronili Luarasi, Sami Frashi Tiranë me Rogacionistët, Lezhë dhe Jordan Misja Shkodër me Qemal Stafën Tiranë. Dhe këto do të jenë pikërisht përballjet e fazës eliminatore. Cilat do të jenë 8 skuadrat që do të kalojnë në fazën tjetër, këtë do ta zbulojmë pikërisht në 2 ditët e para të kampionatit. Pra, eksaktësisht në datë 18 dhe 19 maj në ambientet e American Corner. Mirë, ky ishte edhe takimi i radhës përmes këtij live-i. Ndërkaq unë dua të falenderoj dhe të kujtoj padyshim ata që bën të mundur edicionin 9 të kampionatit kombëtar debate, sikurse ana Agjencia Kombëtare e Rinis, po kështu edhe për mbështetjen AMSHC dhe padyshim gjithë stafin edhe Liburnetik që zbaton këtë projekt prej 9 vitesh tashmë. Vitin që vjen do të jemi në edicionin e 10, ndaj kushdo që ka dëshirë të debatojë, mjafton të na kontaktojë dhe të na ndjekë në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.